إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje dhe strehim tek Allahu i lartësuar kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit e pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, o besimtar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman, të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndoshta ne nëse shikojmë për rreth nesh, gjejmë njerëz të natyrave të ndryshme. Gjejmë njerëz të cilët kanë pikpamje dhe orientime të ndryshme. Dhe këtë sapo dalësh prej shtëpisë tënde, vazhdon me kalu në punë, po ashtu shën njerëz të cilët kanë qasje të ndryshme për jetën. Apo nëse i hap jetën sociale, sheh dallime edhe më të mëdha. Dhe nuk e kam fjalën për dallimet e ngjyrës apo të pasurisë. Mirë po kam fjalën për dallimet e përkatësisë së tyre fetare. Sa po dalësh në rrugë, sheh njerëz të devijuar dhe njerëz të udhëzuar. Sheh njerëz të cilët janë të lidhur për Allahun e lartësuar, e adhurojnë atë që nga sabahi deri në mbrëmje, dhe sheh të tjerë të cilët e mohojnë Allahun e lartësuar, ja mohojnë begatitë e Tij ndaj tyre, ja mohojnë të mirat të cilat Allahu i lartësuar ja u ka dhënë, dhe sheh njerëz të ndryshëm. Ndërkohë që ti i sheh ata të devijuar, i sheh ata të cilët i nëpërkëmbin begatitë e Allahut të lartësuar, e ato begati ja atribojnë krijesave të Tij dhe ja mohojnë Allahut të lartësuar, e fyjen Allahun të lartësuar apo pejgamberin e Tij, ti në anën tjetër je faqebardh, je krenar që Allahu i lartësuar të ka udhëzuar, të ka bërë pjesëtar të fesë të përkryer, të fesë vulse e të gjitha feve, përmbylljes së shpalljes së Allahut të lartësuar, kur Allahu thot: "El yawma akmaltu lakum dinakum", sot ja u plotësova, ja u përsosa fen e juaj, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe e plotësova begatinë time ndaj jush, wa raditu lakumul islam dina, dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë feja islame. E ti, si musliman, me përkatësinë tënde të kjo fe islame, me lejen e Allahut e ki siguruar lumturinë në këtë botë dhe shpëtimin në ahiret. Mirë po, ku është ai sekreti? Ku është ai shkaki që unë e ti jemi musliman e të tjerët nuk janë? A është kjo në saje të inteligjencës tonë, të mençurisë tonë, prej ardhjes tonë, apo qytetit ku kemi lindur, apo vendit ku kemi lindur? Allahu i lartësuar na edukon dhe na thot: "La tamunnu alayya islamakum, bal Allahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin." Mos e llogaritni si favor që po na bëni pranimin e islamit të juaj. Mirë po është Allahu i lartësuar ai që ju ka begatuar dhe ju ka udhëzuar drejt imanit, nëse jeni prej të sinqertëve. Ku është sekreti dhe ku është ai shkaku që shumë njerëz qohen në mëngjes me pikpamje dhe ngrysin në mbrëmje me pikpamje të ndryshme? Nuk e kanë të qartë se çka është suneti.
nuk e kanë të qartë për realitetin e jetës së kësaj bote, nuk e kanë të qartë se çka ka Kurani, nuk besojnë në jetë të varrit, ndërkohë që ti je krenar, i bindur, i paluhatër dhe je shumë komod me imanin tënd, nga se Allah i lartësuar të ka begatu me iman, të ka begatu me shpallje. Allah i lartësuar thot: "Walau la an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Allah i lartësuar i drejtohet pejgamberit të tij, thot sikur mos përforcojshim na në rrugën tonë, në rrugën e udhëzimit, në iman, gati sa nuk ke laku nga idhujtarët. Për pak gati me kalu nga idhujtarët. Është Allah i lartësuar ai që na ka përforcu. Është Allah i lartësuar i cili na ka udhëzu. Walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudilluka. Sikur mos ishte mirësia e Allahut dhe rahmeti i tij ndaj teje, një grup prej idhujtarëve do të shpinin në devijim. Ku është sekreti kur ne qysh në sabah, kur e dëgjojmë ezanin, hayya ala salat, eja në namaz, hayya ala al-falah, eja në shpëtim, as-salatu khayrun min an-nawm, namazi është më mirë se sa gjumi, e lën shtratin e nxehtë dhe del në shije në borë, në këtë ftoftë dhe i përgjigjesh thirrjes së Allahut, ndërkohë të tjerë janë në gjumë, ndërkohë që ti i bën disa hapa për shtëpisë tënde dhe i shikon dritat e shtëpive të gjitha të nalura. Shejtani ju ka urinuar në veshët e tyre, të cilët janë zbrapsur, nuk zgjohen që të t'i përgjigjen Allahut në thirrje, që ta falin namazin e sabahit, ndërkohë që ty Allahu i lartësuar të ka ndëru, të ka përgjedh që të jesh në mesin e atyre robërve që ecin në terr, që t'ju bëhet dritë në ditën kur më së shumti kena nevojë për dritë, në ditën e gjykimit. Ku është sekreti që ti rreshtohesh në saf me besimtarët duke e dëgju fjalën e Allahut qysh në mëngjes, se bashku me ty e dëgjojnë edhe me lajket. A nuk është kjo mirësi për të cilën ti duhesh të krenohesh dhe ta ndjesh këtë privilegj dhe ta ndjesh këtë vlerë që të ka jap Allahu i lartësuar, të ka përgjedh në mesin, s'po them miliona, po miliarda njerëzve, ti rreshtohesh drejt Allahut të lartësuar. A nuk është kjo mirësi? A nuk është kjo begati e madhe që t'ja atribojmë Allahut të lartësuar? Ku është sekreti kur njerëzit në hallet e tyre, në sëmundjet e tyre, në borxhet e tyre, ju drejtohen krijesave duke kërkuar ndihmë prej tyre, qofshin ato të gjalla apo qofshin ato të vdekura. Kërkojnë bereqet në përvarre, kërkojnë bereqet tek filan evlijaja, që gruaja atyre të mbet shtatzan, që ai të furnizohet me fëmijë, apo lloj të lashe të cilën i kanë ndërkohë që domi dhe dobia është në dorë të Allahut të lartësuar. Ndërkohë që ti e din që nëse duhet me gjetë zgjidhje, e vendos ballin në sejdë dhe e lyp zgjidhjen tek Allahu i lartësuar. Nga se ti e din që vetëm Allahu është ala kulli shay'in qadir, i gjithfuqishëm për çdo gjë. A nuk është kjo mirësi e madhe? A nuk është kjo begati e madhe që ti duhesh me fluturuar nga gëzimi që Allahu të ka përzgjedh me besim të pastër, që adhuron vetëm Allahun dhe nuk therr kurbane dhe nuk bën sakrifica për idhuj, qofshin ata prej gurit, prej drujve, apo lloj-lloj idhujve të cilët njerëzit i adhurojnë, madje adhurojnë edhe vetë lopën. Allah i lartësuar na ka ndëruar. E ku është sekreti? Dhe ku është ai shkaki për të cilën ne e kemi dhe e gëzojmë këtë begati të madhe të Islamit dhe të imanit? Allah i lartësuar na tregon në librin e tij. Vetëm duhet të ulemi dhe ta lexojmë fjalën e tij. Të gjitha i kemi të shkruar, të gjitha i kemi të shpallura. Është e qartë udhëzimi, është e qartë e kota. Veç duhet mund dal mi lexu dhe mi përqafu këtë shpallje, këtë udhëzim dhe mi falendëruar Allahun për udhëzimin që na ka dhënë dhe ta ndajmë me të tjerë. Allah i lartësuar thotë: "Yahtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dhul fadli al-azim." Allahu i lartësuar e veçon këtë doj me mëshirën e tij. Allahu është i gjerë në mirësinë e tij. Allahu e mëshiron këtë doj për krijesave të tij. Këtë udhëzim, këtë mëshirë ja jep kujt e doj prej krijesave të tij. E Allahu i lartësuar na ka dhënë këtë mirësi të madhe, që s'ka çmim që e paguan. Allah thotë: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo begati që e keni prej Allahut. E krye begatia është udhëzimi, është imani, është Islami, është suneti, është Kurani, të cilën ne e gëzojmë. Walhamdulillah. Thot Allahu: "Dhalika fadlun min Allah." Dhalika al-fadlu min Allah. Kjo është begatia prej Allahut të lartësuar. Andaj
A nuk duhet të ndalemi dhe të shikojmë begatit të cilet i kemi përreth nesh? Ta falenderojmë Allahun e lartësuar për këto begati. T'i atribojmë Allahut të lartësuar këto begati. E ta ndajmë këtë mirësi që e kemi, këtë lumturi që e kemi me të tjerët. E lutim Allahun e madhruar të na bëjë falendërues dhe mirënjohës ndaj begative të tij ndaj nesh. Të na bëjë prej atyre të cilët vazhdimisht i tregojnë dhe gëzohen dhe janë krenar me këtë begati të madhe dhe ja u shpërndajnë të tjerëve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë. Selamat dhe salavat të qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun e lartësuar që na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. E falenderojmë Allahun e lartësuar që na ka mundsuar që ta kuptojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na ka mundsuar që ta mësojmë besimin e pastër, që ta njohim Allahun e lartësuar përmes emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta. E falenderojmë Allahun që na ka zgjedhur dhe na ka përgjigjur që të trashtohemi në safa, ta falim namazin, ta vendosim ballin tonë në sejdë vetëm për Allahun e lartësuar. Dhe gjitha kjo vëllazën nuk është në saje të emrit dhe mbi emrit tonë, apo të prejardhës tënde, apo që ti ke qenë kush e dikushi, apo që baba apo gjyshyet apo stërgjyshyet ka qenë kush e dikushi. Nga se ka pas të tjerë para nesh që baballarët e tyre i kanë pas pejgamber. Megjithatë kanë qenë të privuar nga udhëzimi. Dhe janë privuar prej mëshirës së Allahut të lartësuar. E ka pas të tjerë që nipat i kanë pas pejgamber, apo fëmijët i kanë pas pejgamber, megjithatë janë privuar nga udhëzimi dhe mëshira e Allahut të lartësuar. E përderisa neve të dyve, mua e ty, na ka përgjedhur Allahu i lartësuar me mëshirën e tij dhe na ka begatuar me këtë mirësi të Allahut të lartësuar, atë këtë begati duhet ta ruajmë më shumë se sa që i ruajmë sytë që i kemi në fytyrë. Më shumë se sa dritën e syve duhet ta ruajmë. Ta ruajmë dhe mos ta vendosim në vende ku na kanoset, në zonë të minuara të gjunaheve të mëdha apo të gjunaheve të vogla. Ti atribojmë këtë mirësi të Allahut. Sa herë që qohesh në mëngjes, me thonë elhamdulillahi alladhi hadani li hadha. Falënderimi takon Allahut që më ka udhëzuar dhe më ka bërë musliman. Dhe mos lakmojmë tek popujt e tjerë. Qoftë edhe nëse Allahu i lartësuar ju ka dhënë nga dunjaja. Dije se Allahu i lartësuar atë dunja të cilën ja u ka dhënë, do t'i pyes për ta. Do t'i marrë në llogari për ta. E nëse ata nuk falenderojnë, përderisa janë jo besimtarë, e vërtetë është që ata mohojnë, le që do të merren në llogari dhe do të dënohen për mohimin, për kufrin e tyre, do të dënohen edhe për begatitë të cilat i kanë. Andaj vllazën, këtë mirësi të cilën e kemi është kryekvot prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut të lartësuar. Allah është ai që na ka udhëzuar. Sikur mos ishte mëshira e Allahut dhe mirësia e tij, as nuk kishim më fal, as nuk kishim më agjëru, as nuk kishim me pas mundësinë mi përmend Allahun e lartësuar me gjuhët tona. Mirë po Allahu na ka përgjedhur. Allahu e di pse. Nuk e lypim se, mirë po e lusim Allahun të na ashtoj këtë përgjedhje, të na ruaj këtë përgjedhje. Dhe vetëm për ulemi ndaj tij, bim në ruku në sejdë dhe themi o Allah, mos na merr kur Islamin derisa takojmë ty, mos na merr kur imanin. Mirë po bëna falendërues me fjalë, me vepra, e me vepra të zemrës, e me gjuhë derisa të takojmë e ti i kënaqshëm ndaj nesh. E për këtë kemi dëshmi nga veprat e pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam. Në krye të tyre zotriu i gjithë pejgamberëve, zotriu i bijve të Ademit, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pas gjithë asaj begatie të cilën Allahu i lartësuar përzgjedhi, pejgamberi më i mirë, vula të gjithë pejgamberëve, më i miri nga ulul azmi min ar-rusul, më i mirë se sa Nuhi, më i mirë se sa Ibrahimi, se sa Musa, se sa Isa, dhe të gjithë pejgamberët e përzgjedhi Allahu i lartësuar me shpalljen e fundit, fjalën e tij duke ia zbritur. Dhe e nderoi dhe e ngriti në Isra dhe në Miraj mbi 7 qiell dhe i foli Allahu i lartësuar dhe ja obligoi namazin. Dhe në fund ai ishte ky pejgamber mos mirënjohës? Jo vallahi. Ky pejgamber kur shkon te Bilali mi thirr për namaz të sabahit, e gjente duke u fal aq gjatë natën saqë kom të tij u ajshin.
e lakte vendin e sejdës me lot të tij. E kur i thonte Bilali, mos e mundo veten kaq shumë, nga dëmshëria që kishte për to. Pse ti mundon veten kaq shumë? Ndërkohë që Allah ti ka falë të gjitha gjunahet e kaluara, edhe të tashmen, edhe të ardhmet, të mbron Allah i lartuar nga gjunahet. E thoshte atë shprehje e famshme, efala akunu abdan shakura, a mos jam rob falëndërues? A mos jam rob falëndërues? Rob mirënjohës. Ndërkohë ai kështu na edukon te neve, që për këtë begati, nëse ti e ndjen që Allah i lartuar të ka begatuar me udhëzim, bë pak më shumë përpjekje që të tregosh falëndërues. Nëse je deri tani veç xhuman duke e fal, shto pak përpjekje, shtoje edhe disa namaze, shtoje akşamin, shtoje sabahin. Sidomos tash në periudhën e dimrit kur sabahi është gati në orarin që ti del në punë. Ndërkohë që ti del në punë dhe kërkon riskun prej Allahut, paraprija këto edhe një gjysmë ore më herët falë namazin dhe falëndero Allahun e lartësuar dhe pastaj vazhdo të dil në punë. Dhe kështu tregohu falëndërues me vepra. E mos u mjafton me thonë vetëm elhamdulillah dhe apo duke lëvizur nga vendi i uljes. Po atë lëvizje përcjellë me marrje të abdesit dhe me përkulje në ruku dhe në sejdë. Tregohu me të vërtet mirënjohës dhe falëndërues ndaj Allahut të lartësuar. Po ashtu e kena mësimin dhe shëmbëtyrën tjetër tek Sulejmani alayhi salam. Allahu i lartësuar kishte ndëruar me nënshtrim të disa krijesave të Allahut ndaj tij. I kishte vendosur në shërbim të tij. Aq sa hap e mbyll syt, i erdhi froni i Belkisës para tij. Kur e tha këto, kur e pa, si u përgjigj, tha: "Huwa hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkura am akfur." Kjo begati është prej mirësisë së Allahut, është prej mirësisë së tij, është prej mëshirës së tij, prej dhuntive të tij ndaj meje. Ama një arsye është kjo, që të më vendos në sprovë, apo falënderoj apo po mohoj. Prandaj, këtu e ki mësimin e hutbes së sotit. Çdo begati që e ki, e nuk ka begati që ti e gëzon vetëm se i ki prej Allahut të lartësuar, je në sprovë, je në provim. E për mi kaluat provim, janë dy rezultate: ose falëndërues ose mohues. Dhe shikoje veten tënde ndaj begative të cilat i gëzon. A je falëndërues ndaj Allahut të lartësuar apo mohues? Ndërkohë që Allahu i lartësuar të ka begatu në familjen tënde, me udhëzimin e fëmijëve të tu. Shpejtojnë fëmijët e tu se kush po të bën veprat më të mira ndaj teje, kush po të don më shumë, kush po të respekton më shumë, ndërkohë që familjet e tjera vuajnë nga rebelimi i fëmijëve të tyre. Apo nëse shikon bashkëshortën, të don, të respekton, të bën hizmet, a nuk është kjo për begative të Allahut të lartësuar? A nuk është kjo për mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj teje? E ruan deri në saj, është e turshme, xhelozon, dhe këtë kjo për shkak se ty të don. A nuk është kjo mirësi prej Allahut të lartësuar? A nuk është kjo për begative madhështore të Allahut? Mos flasim pastaj për sigurinë të cilën e kemi në vendin tonë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Del pe shtëpis, pa ja pas frikën askujt, dhe kthehesh në shtëpi, e ki nxehtë, ki buk, ndërkohë që popujt të tjerë janë në frikë, janë në varfëri, janë të uritur fëmijët e tyre. Del nashta prindi me kërkuar risk dhe nuk gjen, dhe kthehet në shtëpi, s'ka shka i ofron fëmijët. E ne ankesat tona i kena nga luksi i tepër dhe bollëki i madh. E lutim Allahun e madhruar të na bëjë falëndërues. Kështu është begatia dhe kështu është deklarata e Sulejmanit alayhis salam ndaj begative. Tha kjo është prej mirësisë së Allahut, prej begatisë së Zotit tim ndaj meje, që të më vendos në sprovë, apo falënderoj apo po mohoj. Po ashtu e shohim që Mariami alayhis salam njëjtë ka vepruar. Kur hynte Zakaria tek ajo dhe e shihte ushqime të lloj-llojshme, çfarë thoshte? Huwa min indillah, është prej Allahut. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Është Allahu ai i cili furnizon këtë doj pa hesab, pa fund. E lutim Allahun e madhruar të na bëjë prej atyre të cilët thojnë kjo është prej mirësisë së Allahut. Këto e kam prej mirësisë. Kjo është prej Allahut, e të na mbrojë të mos themi prej atyre që thojnë inna ma utituhu ala ilmin indi. Është prej meje, unë e kam fitu, me djersën teme e kam fitu, me dijen teme, unë jem koni meqëm, ma kalon baba gjyshi, këta. A ka të tillë të cilët shprehen kësaj? Vallahi ka të shumë. Dikush e thot me fjalë, e dikush e thot me vepra, pa e deklaruar. Qysh e thot pa e deklaruar? Kur sillet si arrogant ndaj krijesave të Allahut të lartësuar. Me mirësitë që i ka, nuk ja atribon Allahut të lartësuar, por po sillet si arrogant. Mendje madh,
krye lart, hund për vjet, dhe thot unë e kam fituar dhe rrej në gjyks. A besimtari duhet ta di që i ka prej Allahut të lartësuar dhe të tregohet modest dhe i përulur ndaj të tjerëve dhe t'ju tregoj të tjerëve, t'ju përkujtoj që këto begati të cilat i ke prej Allahut të lartësuar. Wala la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Allahu i lartësuar thot, sikur mos ishte mëshira e Allahut dhe mirësia e tij ndaj jush, askush prej jush nuk do të pastrohej, askush prej jush nuk do të bëhej musliman. Walakin Allahu yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Mirë po është Allahu ai i lartësuar i cili ju pastron dhe ju të lirë dhe ju bën musliman. Allahu është sami, është gjithë dëgjuesi, është alim, i gjithë ditur i absolut. Ndërkohë vëllazër, mos mendojmë që ne po i bëjmë favor Allahut të lartësuar me pranimin tonë të imanit dhe të islamit. Mos mendoni që Allahu i lartësuar ka nevojë për neve. Ne kemi nevojë, nga sa Allahu i lartësuar qofshin edhe këtë njerëzit me vdek. Ka krijesa të tjera të cilat i binden Allahut dhe adhurojnë pa ndërprerje. Nuk dihin mi bëj gjunahe. Na kemi ata nevojë që Allahu i lartësuar këtë përgjigje, këtë veçim që na ka bë, këtë begati që na ka dhënë, të na ruaj e të mos na zavancoj, nga se thot Allahu: "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Nëse ju ja ktheni shpinën Allahut të lartësuar, zbrapseni nga feja e tij. Mos mendoni që je tu i bëu dëm Allahut të lartësuar. Allahu thot: "Ju ndryshoj, ju zavancoj me një popull tjetër që vijnë më të mirë se sa ju, edhe nuk ju ngjasojnë juve." Elusim Allahun e madhruar të na bëjë falëndërues me fjalë, me vepra dhe me qëndrimet tona dhe me zemrat tona. Elusim Allahun e madhruar të na bëjë mirënjohës ndaj begative të tij ndaj nesh. Të na bëjë mirënjohës dhe falëndërues dhe të na ruaj këto begati, të na ruaj nga sprova dhe fatkeqësisë, të na ruaj nga marrja këtyre begative befas nga si pasojë e mos falëndërimit ton ndaj Allahut të lartësuar. Elusim Allahun të na jap të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.